Buqim në bu, CHI. Bu, CHI podcast. Ditë bukur pa mramën në Itali u firmos një marrëveshje që do sillte emigrante në Shqipëri dhe nuk I dishim fare detajet. Më të shpjegosh pak anën teknike legislative të kësaj gjë, domethënë që çfarë kërkojnë këta ose çfarë presupozohet të kërkojnë, ku është ngërçi edhe ku jemi për momentin. Të mendosh që një emigrant është I pa informuar, sidomos ata që janë aktiv. Domethënë sidomos ata që janë aktive dhe që merren me të pjesë të thuash që je I pa informuar, e ti nuk je këtu, ti nuk e di se çapo heqim ne, është ky lloj viktimizimi që po, hajde këtu ti vuaj me mua, prandaj po them. Ata jetojnë aty, po nuk ndjejnë kur që ju përkasin aty në vendeve plotësisht. Edhe pse nuk jetojmë fare, jetojmë në dy vende gjatë gjithë kohës, të nuk e ka arritur të kuptojnë njerëzit. Ne jetojmë zakonisht në dy vende dhe në asnjë vend në të njëjtën kohë. Buqim në bu, CHI. Bu, CHI podcast. Ti që ke studiuar Arila vet? Unë marrëdhënie ndërkombëtare dhe filozofi politike. Ku e ke bën? Bachelorin e kam bën në Lituani, ndërsa masterin e kam bën në Austri. Në Lituani, Ndale, po si shkon njeriu domethënë nga Lezhë në Tiranë apo në Lituani dhe pastaj në Austri? Këto janë gjëra interesante. Gjimnazi ku kam studiuar ishte një gjimnaz amerikan dhe kishte disa lidhje me disa universitete amerikane në Europë dhe ky lituanis ishte një prej tyre. Mora bursë plot. Ke qenë ekselente. Në anglisht, edhe shkova. Si ishte Lituania të studioje në Lituani? Lituania është si vend I Europës Veriore, po me të shkuar komuniste. Në shumë aspekte shumë I avancuar se ne, janë fut në BE shumë herët edhe kanë atë kulturën e punës që ka Europa Veriore, po kanë edhe ato mbetjet komuniste, korrupsioni, emigracioni I lartë. Po edhe brenda EU-s emigracioni thuhet, se tani ata përdorin ca fjalë të bukura se kështu inside movement, se si e thoshte njëri që fliste për Letoninë edhe Poloninë, duket që kanë pothuajse të njëjtin problem, ku ikin të rinj drejt shteteve si Gjermania dhe Franca, domethënë edhe përdorin jo këta thjesht lëvizje të brendshme. Tani kur janë brenda EU-s nuk kanë qejf edhe dëshirë ti le të themi etiketojnë si emigrim. Por ai prap emigrim është, për të riza ikën nga vendi jot. Super fare. E pastaj mbarove atje, direkt nga atje shkove në Austri për master? Kam punuar një vit në Kanada, një vit e pak. Atëherë jam kthyer në Shqipëri, këtu hapa një firmë veshjesh moderne me motive etnografike, Amargi. Ta dërgoj linkun nëse tash. Po do të shikojnë edhe dëgjuesit, domethënë si gjë. Jam marrë me atë për pak kohë, një vit e gjysmë. Atëherë fillova masterin. Shumë mirë. Si shkoi ajo? Mirë shkoi, ishte risi edhe njerëzve ju pëlqente shumë ideja, po mu desh me u shpot, nuk ishte profitable edhe e disha që na fagjat do basha diçka tjetër edhe mu desh me bë një zgjidhje në një moment. Po tash kur bëj ndonjëherë ndaj gjë, ndaj veshje për vete për çef, e nxjerrim aty te faqja edhe e vazhdon me intensitet më t'ullt ajo shoqja ime me cilën e kemi nis fillimisht. Po shumë bukur, po është diçka që domethënë në një moment të dytë ose në një pjekje tjetër tregu, kur ti jetë tregu në një vend tjetër për shkakun mbas rritjet dhe një çik ajo ndjenja e njerëzve pak më shumë edhe kërkesa është pak më larg. Mendon se do I riktheheshe përsëri nëse do kishte kërkesa? Kjo është punë krejt në vete, duhet me u përqendru, duhet me u fokusu totalisht edhe nuk I bën dot të dyja këto gjëra, po
siç thash në doza më të vogla, për shembull, na këtu kam bën një xhaketë për vete, për qef, me motive Po. mirditore, edhe e nxjerrim gjithashtu te faqe, domethënë në E këtë thotë njërë si mënyrë quhet faqja në Instagram për të gjithë? amargi. Amargi. Keni edhe në link në description njerëz. Idheni një sy. Këto gjëra janë shumë të bukura, nuk gjen shumë. Një dizajnere polake kam parë një herë, ajo kishte nxjerr në një nga këto sallonet e Milanos, janë shumë të njohura për to lloj gjë, diçka të tillë me këto slavo veriore, domethënë me motive, po ishin gjëra që ishin moderne, po me pak motive të zonës nga ajo vindi dhe duke i shumë gjë interesante. Domethënë edhe besoj që si ide është shumë e bukur edhe më vjen pak çudi në fakt që nuk është profitable, po kjo vjen për shkak se unë nuk kam dituri se si funksionon tregu i këtyre gjërave dhe nuk e di se çfarë mundi dhe kosto shkrijohen, por që mendon njeriu në fillim që do kishte një kërkesë shumë të madhe, po pastaj kujton që edhe shumica kanë qejf të veshin tuta Adidas, kështu që okay, është e kuptueshme diku. Ne kemi kur kemi rënë në kontakt pash në fillim, ose të paktën kur unë kam rënë në kontakt me figurën tënde, le të themi, prej Arbrit, e përshëndesim Arbrin. Prej momentit kur kanë filluar, le të themi, të gjitha fjalët, e gjithë kakofonia, zhurma të vërteta dhe gabime rreth marrëveshjes Rama Meloni. Ne kemi parë ato, le të themi, fjalimet që ti ke mbajtur, protesta, aktivizmin që ke bërë në ato lloj drejtimi. Normalisht një pjesë e madhe, siç ndihet edhe në Twitter dhe në rrjetet sociale ku janë përgjigjur njerëzit, domethënë me reagime, shpërndarje etj, kanë qenë në një mendim. Përpara se të them si shkoi apo si duhet të shkonte, pyetja e parë do ishte domethënë që pse e bën, çfarë të shtyni këtë domethënë? Pse nuk merresh me punën tënde, si thon shqiptarët, ç'o duhet? Kjo është puna ime. Publika e përbashkëta, në momentin që e morëm vesh për atë marrëveshje, bashkë me një grup miq aktivistash, menduam që duhet bashim diçka, dhe fillum e analizum pak më shumë, sepse e kuptoshim që ishte një temë delikate, që edhe që nga shumë mund perceptohej si një sentiment anti-emigrant, ksenofobik, edhe fillimisht ula me mendu si do ta trajtoshim, mbi qa baze racionale. Dhe në fillim nuk ishte as pak e qartë e gjithë gjaja si do funksiononte. Një ditë bukur pam Ramën në Itali u firmos një marrëveshje që do sillte emigrante në Shqipëri dhe nuk i dishim fare detajet. Po në thelb marrëveshja ishte problematike sepse na bante ne pjesë të një problemi që nuk është i joni, ndërkohë që ne vetë kemi një problem masiv me emigracionin. Edhe kjo është një simptom më i gjanë e qeverisjes në vendin tonë. Vendin e çojnë në shkatrim dhe për ta mbajtur pushtetin e tyne bahen jesmenat e ndërkombëtarëve. Jemi kthy në vendin ku fuqitë e mëdha sjellin problemet e tyne. Kjo nuk është hera e parë që ndodh në vendin ton, kemi pas atë historinë. Le të themi jemi kthyer në një banjo të Europës, apo mos është pak shumë? Ideja është çdo që nuk do me e marrë ndonjë vend tjetër, gjithmonë Shqipëria është aty. Dhe pra kjo tregon ma thellë perceptimin e liderave tonë. Nuk kemi lidera që mendojnë për interesin tonë, po vetëm për atë pushtetin e tyne. Dhe kjo është një ndër mënyrat se si e mbajnë duke pranu çdo gjë që kërkojnë ndërkombëtarët. Dhe atëherë u organizuam në protesta, me ide, duke pa që kishte një lloj sentimenti të përgjithshëm kundra kësaj marrëveshje, menduam që mund t'i ktheshim protestat në masive. Mirë po, kjo nuk ndodhi, për shumë arsye,
më kryesorja njerëzit këtu jetojnë në frikë, është mandati i tretë i kësaj partie, opozita është shumë e dobët dhe njerëzit ndjejnë që rrezikojnë shumë nëse dalin sot kundra qeverisë. Deri diku ka baza, deri diku është kthyr në një lloj paranoje dhe bindjeje. Atëherë por normalisht shiko, nëse njerëzit janë të bindur edhe po e marrim rastin e parë ku është e vërtet. Nëse ne themi ok, kam shumë për të humbur, nëse bëj këtë që është rreziku shumë i madh, automatikisht logjika e drejt për drejt një projektim nga në anën tjetër do të thonë që gjithmonë kur rreziku është i madh, ke shumë për të humbur, siç është në këtë rast. Siç është një komplet territor, një le të themi në sipërfaqe fshati, në mos më shumë, që de facto do jetë i shkëputur nga ty, komplet. De facto, jo, po de jure, se i bie. Do jetë një Itali e vogël aty, që as italian do ketë, po do ketë çdo lloj gjëje që ata do t'i shkarkojnë dhe duan t'i procesojnë. Edhe pjesa e paranojës, pastaj unë nuk e besoj shumë që është paranoja në fakt, e ke parasysh. Mendoj që është një mentalitet i vjetër, siç thoshin ata në shtetin nuk ngacmon njeriu që ka ngelur nga komunizmi, po ajo mund të jetë deri diku, po paranojë nuk besoj. Unë mendoj se fatkeqësisht kanë vënë re edhe në mediat sociale. Tregoj një anekdotë vogël Arila. Unë këto kohë të fundit kam filluar të bëj një rubrikë të vogël që e kam quajtur shkurtimisht, edhe marr disa nga dëgjon Erion Braçi, Erion Veliaj, këto që hedhin kantiere gjëra. Edhe bëjnë propagandë nëpër social media dhe propagandën e vet nuk e bëjnë saktë, as propagandën nuk din ta bëjnë. Nxjerrin punëtor të shkret pa asnjë lloj sistemi sigurie. Punëtor që janë 4 metër sipër, pa u lidhur, pa skela, pa asgjë, këpucët e çara. Nxjerrin stola që bëhen nëpër Tiranë, që një stol mund të kushtoj ku dëgjon se mund ta kenë ata në kontratë 7-8, 1 milion, 2 milion lekë, domethënë, edhe ai xhaxhi shkret që po bën vrimat, edhe këpucët i ka këpucë dasme të grisura të vetat. Unë nuk po them që do t'i blej shteti të gjitha, se nuk kemi në komunizëm, por shteti duhet të sigurohet që ai është me ato në punë. Nuk e ke iden se sa shajnë njerëzit. Nuk e ke iden. Jo, ju jeni kështu. Jo, nuk thua shqyr që e bën, nuk thua shqyr që po ha buk. Kemi një lloj ndjenje inferioriteti, kemi një lloj ndjenje sikur po na e bën për borxh ai, edhe kaq sa po na jep, domethënë mirë edhe kaq, kështu që mos ta hapim gojën se ndryshe do bëhet më keq. Është një lloj mentaliteti lëpirës pas qeverisë, domethënë, që unë besoja se mos të ishte vetëm në brezin e vjetër, që është e kuptueshme, se kush e mund tani të gjykojë, është një diçka që vjen me kohën e normalisht do kohë të dali. Por jo, fatkeqësia më e madhe është një pjesë shumë e madhe. Moshës tonë, bilet e më të rinj janë të rritur dhe le të themi të shplar me atë frymën që duhet ta mbrojmë këtë, se ky është betimtari jon, sepse dikur ka pasur më keq, sepse ai tjetri është më i keq dhe duhet të mbrojmë këtë, edhe po të na vëri këmbën në fyt ky, edhe po të na vjedhi çdo lloj centimetri që bëhet, ne duhet ta mbrojmë këtë. Edhe mendoj se në të njëjtin rast që po flisnim pak përpara për pjesën e migrantëve është e njëjta gjë. Nuk beson asnjëri në Shqipëri se ne kemi borxhdalisë, nuk beson asnjëri në Shqipëri se kështu. Thjesht është ajo mania për t'i vajtur qeverisë mbrapa. Është ajo mania që kanë gjithmonë edhe shqiptarët për të qenë me fituesin. Edhe për të qenë me ata të fortin. Më duket se na ka humbur pak ai shpirti i sakrificit, të themi që dalë o zotëri. Dalë valla një moment. Dalë se po e kam unë shtëpinë atje. Dalë se po dalin familjarët e mi atje nesër pas s'ka as lloj sigurie, ne nuk dimë se si do funksionojë gjithë kjo gjëja. Si që është ku do hyn, ku do dalin. Të lidhur s'mund të bash dot. Kupton? Se ka edhe shumë gjëra këtu që për shembull nga drejta ndërkombëtare mua më duket sikur janë pak le të themi jo humane. E thënë në mënyrë të bukur, por ose e thënë në mënyrë normale, një trajtim kafshëror për shembull që është parë vetëm në periudhat e errta të historisë, si lufta e dytë botërore etj, domethënë nuk e di si mund ta shkalojnë njerëzit këtë fakt. Plus edhe shqiptarët, ky popull pellazg dhe mikpritësh kur i tregon Italisë etj, nuk arrit të kuptoj si mund të pranojmë ne domethënë që një grup njerëzish, si ata që do vinë, edhe ne
Ka pasur edhe shumë shqiptar në për azile edhe në për zonat rrethuara etj etj apo në për varka. Nuk e arrit ta kuptoj domethënë si ne jemi okay që në shtetin ton një pjesë popullsie e përzgjedhur, se kjo është pika kyçe, se këtu është që i afrohet çdo gjë NSDAP-s ose nazistëve. Kjo pjesë që do vi aty është e përzgjedhur, janë meshkuj, janë XY, ka disa grada se kush do vi aty. Një pjesë e përzgjedhur thjesht do mbyllet me një vend dhe procesohet edhe pastaj është 101, është thjesht çka kanë bërë ata. Tani okay, nuk do i bëjnë sa punë, larg qoftë, por prap do trajtohen si kafsh. Prap nuk do kenë drejta humane, prap do të çojnë me një vend kundrejt zgjedhjes tyre. Tani si mbushet mendja një shqiptari që i lëpijet partisë që kjo është e gabuar? Se mua më duket shumë e thjeshtë kjo, për mua nuk ka nevojë për shpjegim. Jo, njerëzit e kuptojnë që kjo është e gabume, janë të rrallë ato që e thojnë që jo po i bëjmë një nder Italisë, jo po ndihmojmë emigrantët, pjesa më e madhe e kupton situatën, po kanë frikë me dalë, është kjo frika ndaj pushtetit, po kur them paranoje kam fjalën që një pjesë e frikës është racionale, domethënë është e vërtetë që nëse ti e ke një lidhje me këta dhe del kundër këtyne, ata të godasin, siç ishte edhe rasti im konkret që më hoqin mamin nga puna. Mirë, po janë disa njerëz që nuk e kanë atë lidhjen direkte me shtetin edhe prap hezitojnë. Janë disa persona që kanë një biznes privat, edhe argumenti që japin është na vin tatimet. Po mirë, po nëse ti ke bërë tana gjërat në rregull, pse ke frikë nga tatimet? Ose ashke apo ça me dalje, po s'pan diferencë, po shohin frikë edhe aty ku s'ka, domethënë kjo është pjesa e paranojes. Një pjesë është e justifikuar, një pjesë është vetëm kulturë internalizuar, frika ndaj pushtetit. Po janë edhe kështu Don Kishot negativ, domethënë, se paktën Don Kishoti i shifte dhe i turrej veganëve që ishin në ullin të erës, kurse këta edhe i shohin vegan në ullin të erës edhe ikin. I largohen. Është shumë e çuditshme. Shiko, un jam shumë pasionant për këtë temë dhe them është një nga trumpetimet e mia më të mëdha është përgjegjësia personale dhe kjo hyn edhe në këtë rast. Nuk mund duhet të heqim dorë nga pjesa shteti, nuk ka shtet. Shtet nuk ka. E dim që nuk ka shtet. E kupton çfarë do bëj individi, çfarë do bëj njeriu, çfarë do bëj Arila, çfarë do bëj Bleoni, si do mbështesim njëri tjetrin, ku do dalim, çfarë do bëjmë. Nuk vjen më asnjë gjë as nga shteti, as nga sipër, as nga poshtë, domethënë. Qose njeriu e ka humbur sensin që unë mund të bëj diçka, se ti në fakt ke shumë të drejtë tek ajo që përmendej që një pjesë e madhe ka humbur dhe shpresa që mund të ndryshojnë diçka, thjesht nuk bën ndonjë dallim, nuk bën ndonjë ndryshim. Po prapë edhe kësaj pjese unë mendoj që i thua që po më provoje, se ti jo në xhep e ke, kupton? Status quo aty në atë vend ku gjendemi tani, aty do mbetet, s'ka ku vetëm, kupton? Edhe më keq do bëhet avash, por për momentin nuk ka çfarë bëhet. Arsyeja që nuk reagojnë është sepse çdo njeri bën një cost analysis në mendjen e vet. Edhe në këtë rast benefitet janë potencialisht shumë të ulta dhe kostot janë shumë të mëdha. Pra ti del aty, po e din për shkak të historisë së këtij vendi që nuk të ngjan kush. Ndërkohë që nëse del, rrezikon me u godit individualisht. Dhe kur e bajnë këtë në mendjen e tyre, atëherë nuk e shikojnë me vlerë me dal aty. Po ajo që nuk kuptojnë është se po të bashin gjithë bashkë do ishin forcë madhe, po e dinë që nuk vjen as tjetri, mendojnë që nuk vjen as tjetri, edhe është kjo është një është i thjesht një paranoja për hapur, domethënë që nuk e lë asnjërin të marrë një hap. Problem, ku me e nisë, se po të bashin gjithë bashk, nuk do ishin këto probleme, por se ajo taser që si që në fillin. Është po e kanë haruar ato tregimin vdekja e Skënderbeut me thuprat, prandaj. Është e di pse është patetike kjo si gjë? Se në fakt në të gjitha kulturat e botës, me pralla ato tregime apo këndime që i bëhen fëmijëve, kjo thuhet gjithmonë. E kupton që bashkimi bën fuqinë, ke parasysh duhet të jeni të bashkuar.
çdo kulturë, nuk ka rëndësi se je shqiptar apo ilir apo grek apo tjerë. Gjithmonë diku kjo është. Edhe i thuhet aq shumë, lexohet aq shumë, edhe kur vjen puna për ta ushtruar në një moment kur je adult, kur je familjar etj, domethënë kur vjen në momenti për ta ushtruar të drejtë, vështirë, nuk i gjen dot. Domethënë është, nuk e di, sidomos për ne që kemi plag nga e kaluara, domethënë edhe komuniste etj, duket sigurisht pothuajse e pamundur. Mund të shikosh propaganda të çfarëdo lloji online. Thjesht pjesën e bashkimit është, le të themi, një identitet dyzor që është ndarë tash mes figurave. Është ky tifozliku i famshëm edhe çdo gjë tjetër pasaj është dytësore. Plus që është një pjesë e madhe, siç është pjesa gri, ose le të themi ata që duan ndryshimin, unë kam vënë re që është një pjesë jashtëzakonisht e madhe që është pjesa e oportunistëve. Nuk i intereson fare se kush është atje, mjafton ata do i vënë mbrapa atij që është atje dhe do bëjnë lek me shtollë mënyra të mundshme, në çfarë lloj kosta të mundshme, edhe nuk i intereson fare. Kjo është dhe një pjesë tjetër, domethënë që është goxha venomous. Por që ta sillim pak në aktualitet. Domethënë pas kësaj ti vazhdove me të themi, ishte në mënyrë imediate pas kësaj apo ishte gjatë gjithë kohës në kokën tënde ose në subkonsciencën tënde që ne si emigrant nuk mund të votojmë dot, edhe mbase kjo do ishte një diçka e mirë për të bërë që të kishim aftësi për të votuar nga vendet ku jemi. Ky është një kauzë që diskutohet prej vitesh, është një drejtë e mohuar prej vitesh e shqiptarëve. Unë për aq kohë sa kam jetu jashtë e kam përjetu këtë privim. Nga mosha 18 deri 25 vjeçe nuk kam votu dot, sepse nuk kam qenë asnjëherë në Shqipëri për momentin e zgjedhjeve. Dhe mendoj që do realizoj në zgjedhjet e kalume, po edhe ka një lloj konsensusi të përgjithshëm që kjo duhet bëhet, po nuk ka vullnet edhe e vonojnë me teknikalitete. Nuk kemi një ligj, është e komplikuar, ndërkohë që kemi vendin ngjitur me ne, Kosovën, që është shtet shumë i ri dhe ja u mundson qytetarëve të vet që jetojnë jashtë vendit. Arila, përpara se të futemi në çka diskutimin më të thellë që do bëjmë, mund të shpjegosh pak anën teknike legislative të kësaj gjë, domethënë që çfarë kërkojnë këta ose çfarë presupozohet të kërkojnë, ku është ngërçi, edhe ku jemi për momentin, edhe çfarë na duhet për ta konsoliduar. Normalisht çdo shtetas shqiptar me mjet identifikimi shqiptar ka të drejtën me votu dhe është në listën e votimit. Pra dhe ti që ke 10 vite që je atje, je në listën e votimit në Berat dhe ke qendrën tënde të votimit. Po mundesh me votu vetëm nga aty. Ideja është që ti don me votu nga Gjermania, ku je, që të mos e bësh rrugën vetëm për zgjedhje. Dhe kjo mundsohet në 2 mënyra, ose me votim në ambasadë, pra ambasada bëhet qendra jote e votimit, ose me votim me postë. Diskutohet edhe votimi elektronik, po kjo ka ato problemet e veta. Megjithëse kjo është e mundshme, po është më lehtësisht e hakueshme, siç e kemi pa edhe nga rasti i Estonisë. Idealisht mund t'i zgjedhësh të 2 këto metoda, që t'ja u lehtësosh sa më shumë punën emigrantëve. Pra ti që je në Berlin e ke më mirë me votu te ambasada, po dikush që jeton në një qytet tjetër në Köln për shembull, e ka më të lehtë me dërgu postën, me dërgu votën me postë sesa me ardh te ambasada në Berlin. Patjetër. Pra idealja do ishte me i mundësu të dyja, po vota me postë i hap mundësit për më shumë emigranta me dërgu votën, sepse ambasadat janë të përqendruar vetëm në disa qytete. Kështu do funksiononte, ti regjistrohesh te një faqe që hap KQZ-ja, pra që je interesuar për me votu, shënon adresën ku ti jeton, KQZ-ja të verifikon ty si zgjedhës të interesuar, bën listën e zgjedhësve që jetojnë jashtë vendit, dërgon materialin zgjedhor në këto adresa që
emigrantët vendosin, ti e plotëson atë dhe e dërgon zarfin te një adresë postare që hapet për këtë qëllim. Votat atëherë sillen në Shqipëri dhe numërohen këtu. Kuptoj. Po nuk duket ndonjë gjë shumë e komplikuar kjo tani. Ku është problemi domethënë? Çfarë na mungon? Pse nuk po e bëjmë këtë? Vullneti e kanë frikë votën e diasporës sepse është një votë që nuk e kontrollojnë dhe ju prish kalkulimet. Nga ana legjislative, domethënë jemi të pjekur, është duke ndodhur diçka, mungon ndonjë gjë e fundit, mungon ndonjë lloj miratimi, është si e parashikon ligji këtë pjesë? Atëherë, para një viti, Organizata Diaspora për Shqipërinë e Lirë dërgoi një çështje në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese u shpreh se emigrantëve ju ishte mohu e drejta në zgjedhjet e kaluara qendrore për me votu dhe i jep kohë parlamentit një vit që ta mundsoj kuadrin ligjor për votën nga jashtë. Ky një vit kaloi dhe parlamenti akoma nuk ka një projekt ligj për ta mundsu votën e diasporës. Mirë po, dy organizata të tjera e kanë marrë iniciativën dhe e kanë dërgu vetë një projekt ligj të tillë, që është i bazuar në kodin zgjedhor të Kosovës. Është Organizata Diaspora për Shqipërinë e Lirë edhe Lëvizja Politike Shqipëria Bëhet. Mirë po, këto projekt ligje thjesht janë mbajtur aty në zyrtar edhe nuk janë marrë parasysh dhe jemi në pritje. Kisha një shpresë që kësaj radhe do bahej, mirë po nga deklaratat publike që kanë bë Partia Socialiste, kryeministri, kryetari i komisionit zgjedhor në parlament, duket sikur nuk e kanë dëshirën me e bë as kësaj radhe. Për shembull, kryeministri tha nuk e mundsojmë dot, tha, sepse na duhet një databazë, gjë që është një konfuzion i panevojshëm. Siç po e shpjegosha, nuk ke nevojë fare për databazë, të duhet vetëm me u regjistru nëse ke interes me votu. Jo, nuk të duhet ty, po i duhet atij, se ai do t'i ketë gjithë të regjistruar, domethënë që të ketë edhe mundësi të kodasi, mundësisht të di dhe ku merren, ç'a bëjnë, domethënë që t'i fusi kthetrat e tij dhe të gjitha ato tentakulat oktapodiane në çdo moment, domethënë. Ai në atë botën e tij e ka saktë ashtu që e ka. Ai me vetveten është në rregull, domethënë. Si autokrat, si pothuajse diktator i futur kudo, për atë nuk është mirë. Që do të thotë nga ana tjetër që është mirë për ne, nëse s'është mirë për atë. Shkaq e thjeshtë. Ja. Edhe jemi në pritje dhe që thonë që nga gjysma e marsit do kenë një propozim gjitha palët për reformën e re zgjedhore që do përfshi edhe votën e diasporës. Të shohim nëse do ta marrin parasysh gjithë këtë presion edhe dëshirë nga organizata edhe figura të ndryshme. Para se të fusemi të diskutojmë bashkë atë pjesën humane ose qytetare të gjës, domethënë, do të ndalesh atë pjesë pak të pjesa që çfarë mund të bëjë një njeri normal, domethënë. Përveç se, okay, diaspora për Shqipërinë e Lirë, Shqipëria Bëhet, e dim që i kam të, po është thjesht një njeri diku, është dikush në Mainz, është dikush në Bologna, I don't know, vërja emrin ti ku duash, është nuk edhe kanë dëshirë të jenë pjesë e diçka, kanë dëshirë të ndihmojnë. Por ka njerëz që thjesht dëshirë të duar trokace, ke parasysh thjesht i japin një shtysë sa të vogël, domethënë. Çfarë mund të bëjnë të gjitha individ që në një mënyrë sa do të madhe apo të vogël duan të japin një shtysë, duan të japin një ndihmë, duan të japin një dorë. Një gjë e vogël që mund të bëjmë momentalisht është ekziston një nismë, dua të votoj 2025, e nisur nga të tjerë edhe nga Bleon Hasani. Do ta nisësh me veten nga për këtë gjë do ta nisësh nga vetja një herë, pastaj me Bleon Hasani e tjerë. Tjetër aktivistësh që
po kërkojmë të nxisim një lloj trendi në rrjetet sociale, ku çdo person i interesuar nga diaspora nxjerr një postim të tynin me një flet me hashtagun dua të votoj 2025 nga vendet ku jetojnë, edhe artikulon mendimin e tij, dëshirën e tij për votën e diasporës. Pastaj mund t'i dërgohen letra përfaqësuesve në parlament, mund të organizohen tubime para ambasadave, të shprehen në mënyrë të vazhdueshme në rrjetet sociale, të flasin me njerëz të tjerë në komunitetet e tyre, të organizohen aty ku jetojnë, edhe ta kërkojnë institucionalisht. Por ai që së bukur i bëj thirrje çdo lloj emigranti kudo që të jetë, duhet të jeni shumë të vëmendshëm në pjesën që është një periudhë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që do ketë, le të themi, një impakt shumë të fortë për vitet që do vinë, edhe jo vitet afatgjate, por edhe vitet imediate. Që gjithkohës kushdo që ka ikur, një pjesa më e madhe që ka ikur nuk ka ikur nga qefi, kjo është fakt. Pjesa më e madhe e tyre që kanë ikur dhe që nuk kanë ikur nga qefi është fakt që në një mënyrë tjetër, ose le të themi në një realitet tjetër, nuk do ishin larguar kurrë. Është fakt që nëse gjërat do të bëheshin më mirë, një pjesë shumë e madhe këtyre do ishin më së entuziastë të ktheheshin përsëri me gjithë dijen dhe kapacitetin dhe kapitalin e akumuluar e të bënin diçka në vendin e tyre ku flitet gjuha e tyre dhe kanë njerëzit e tyre rreth e qartë. Nuk është e garantuar asnjë gjë. Kjo është thjesht një provë. Ti mund të japësh kontributin tënd. Nuk kushton shumë të japësh një shtys, bile nuk kushton asnjë gjë. Thjesht kushton intelektin tënd. Mund të bësh një foto, do ta dalësh vetë në foto, mund të nxjerrësh thjesht ato hashtagun, siç e tham, me një vend që është lehtësisht i le të themi recognizable, që njerëzit ta kuptojnë. Ama është akoma më thjesht e kaq, nëse ti nuk e ke dëshirën të dalësh apo të postosh gjëra të tilla, thjesht mund të mbështesësh personat që çfarë po e bëjnë. Mund të shpërndash një post, mund të thjesht ta bësh repost, mund të bësh share, mund të bësh një like, mund të bësh një koment. Çdo lloj gjëje që bëhet në këtë lloj drejtimi, sado e vogël të duket në moment, sado që sharake të duket si ato like-et, apo se bëra like-un që ndryshoj, jo, kështu vendoset trendi, kështu ne me mjete jashtëzakonisht rrethanore, siç është një telefon apo një kompjuter, mund të jemi pjesë e vendosjes të një trendi, e ngritjes së zërit nga larg nga ku jemi, edhe të shpresojmë që presioni në këtë rast përsëri do ta zgjej fasulën dhe shpresojmë që të ketë një farë lloj peshe edhe të nxjerrin diçka në shesh. Nuk ja vlen për të humbur ky rast. E kundërta është e vërtet. Gjithë secili duhet të jetë pjesë e kësaj. Unë jam i bindur që në një moment ku pjesa më e madhe është e aktivizuar dhe ka shprehur dëshirën në këtë moment, do ketë si më shumë dëshirë ose më shumë, le të themi, mbase jo dëshirë, por do jenë më të detyruar pushtetarët për të bërë diçka të tillë, por mbase dhe i hep krah aktorëve të tretë, palëve të treta, të katërta politike për të, le të themi, marrë një shtys edhe për të bërë diçka në këtë drejtim. Mendoj se kjo është e qartë. Mendoj se është diçka shumë e vogël, është një ndihmë aq e thjeshtëzuar sa është shumë e vështirë të gjesh një arsye pse nuk e bën dot. Kështu që unë ju ftoj të gjithëve në çdo lloj qyteti që të jeni, fshati nuk ka rëndësi fare, të bëni pjesë e lëvizjes dhe të postoni kudo në social media me hashtag dua të votoj 2025. Nuk e di, harova gjë tjetër, domethënë, por është shumë e rëndësishme. Arila, hajde të bisedojmë shkurtimisht sa gjëra të vogla që un kam hasur kur kam kontaktuar me disa njerëz, edhe kur I kam paraqitur faktin shifre, është kjo gjë e vogël që ne po bëjmë. E kemi dijuar në këtë moment, është shumë e thjeshtë, prandaj besojmë se do jetë diçka shumë e madhe, sepse është diçka që mund të përhapet shpejt, edhe më kam hasur në pjesën e parë në persona që nuk janë kundër, e kupton? Është një pjesë që thon janë të ndarë në dy kryesisht.
janë të ndarë ata që janë kundër per definition, thonë që ti nuk jeton këtu, henceforth ti nuk duhet të votosh. Edhe është pjesa tjetër pastaj që po pse si ke parë disa budallënj që janë ata do janë më keq, ata janë më ramista se ata që janë këtu. Tani te pjesa e parë, sa komunist duhet të jesh domethënë që të thosh që po ti nuk jeton këtu, prandaj nuk duhet të votosh, domethënë kur ti je shtetas shqiptare zotëri. Domethënë që të gjithë shtetet europiane që votojnë nga larg e kanë gabim. Ne që nuk e lejojmë ata të votojnë që janë ata që nuk janë në Shqipëri, ne kemi sakt. Nga ku është logjika këtu? Nuk ka logjikë edhe nuk di nëse si me ju përgjigj kësaj. Fakti që jeton jashtë nuk do të thotë që nuk e din se ç'a ndodh këtu, madje shumë njerëz nga diaspora janë më të updateuar me politikën këtu se një pjesë e njerëzve që jetojnë këtu. Pastaj fakti që nuk jeton këtu nuk do të thotë që nuk ja don të mirën vendit. Pa ju fut fare asaj që thjesht si shtetas shqiptar ti ke drejtën me votu. Nuk ka asnjë lloj arsye sepse dikush nuk jeton këtu nuk duhet të votoj. Pastaj diaspora jona është tepër e përfshime në jetën e vendit tonë. Ata dërgojnë remitanca, vinë në mënyrë të vazhdueshme për pushime këtu, kush ka një pjesë familjes këtu, vazhdon të mbetet i lidhur emocionalisht e mendërisht me vendin. Kush jeton në Europë është 2 orë fluturim larg, është sikur të dua të jap disa indicie. Le të themi, dua të them disa gjëra që më kanë shkruar mua në momentin që kam postuar këtë, domethënë edhe në qoftë se ke dëshirë mund t'i komentosh secilën një nga një, domethënë. Ka shumë arsye, thonë që nuk na pëlqen të votojmë. Parimorja, arsyeja e parë është që nuk paguajnë taksa emigrantët. Thonë shumë mendohet. Mendoj që emigrantët nuk paguajnë taksa, por harohet fakti domethënë që një pjesë e mirë e emigrantëve kanë ndërtojnë në Shqipëri, një pjesë e mirë e emigrantëve do dërgojnë remitanca në Shqipëri. Një pjesë e mirë e emigrantëve kanë një lloj sistemi familjar ku një lloj kapitali që është kursyer në Gjermani, në Itali, në tjetër dërgohet në Shqipëri dhe aty hapet një lloj biznesi i vogël apo i mesëm, apo i madh, që ka raste. Normalisht nuk mund të jenë raste çdo dy raste të jetë një biznes i madh, por ka raste që thjesht krijohet një kapital, krijohet një bazamet, një gjë, siç ka mund dëshirë nesër pas nesër. Unë si blogën kam dëshirë që kur vete 50 vjeç të rikthej me gjithë dijen dhe gjithë ato që kam hapur këtu, të hap një zyrë inxhinerike në Shqipëri, ta bëj punën ashtu siç dua unë, vendosh standard 3. Unë sun tani nëse unë nuk jap kontributin tim që të votoj, pa rëndësi ka se çano, të pak në di që votova, të pak në di që provova, është shumë e largët për mua, domethënë në një realitet që unë nuk e kontrolloj dot. Ajo që më ka bërë përshtypje mua është they do not have skin in the game. Kjo është një perceptim që i bëhet njerëzve. Shqiptarët që janë larg do not have skin in the game. Tashi, unë këtë do e kisha përdorur si argument që votojnë, që duhet votojnë, dhe jo që s'duhet të votojnë. Ashtu si e kuptoj unë kur thonë njerëzit që nuk janë të përfshirë në atë pjesë, mendojnë që ata do të votojnë kot, domethënë sepse nuk e kuptojnë realitetin shqiptar. Kurse unë e kuptoj ndryshe atë pjesën që përmendën ti në fillim që if they do not have skin in the game, that's the beauty about it. Si i pa kontrollueshëm plak, sepse rroga jote nuk varet nga Ario Veliaj, sepse rroga jote nuk varet nga Edi Rama. Domethënë nuk ka asnjë gjë që ata mund të bëjnë që të dëmtojnë rrogën ty në një shtet të Europës apo edhe më larg. Edhe është pikërisht i njëjti argument pse ata e kanë frikë. Është i njëjti argument pse nuk duan ta bëjnë, sepse nuk kanë më se si të manipulojnë. Nuk kanë asnjë lloj leve kundër teje. Edhe fakti që you don't have skin in the game është një nga gjërat më të bekuara. Edhe asnjë shqiptar nuk duhet të kishte skin in the game. Asnjë shqiptar nuk duhet të ishte i varur nga vota e tij për vendin e punës apo për të mbijetuar etj etj. Kjo është një krim, ky është makabritet. Asnjëri nuk do ta kishte këtë frikë. Por ne jetojmë në një realitet të tillë. Pikërisht këtë po mundojmë të largojmë. Që pavarësisht bindjes tënde politike, qofsh edhe komunist, prap nuk duhet të cënohet e drejta jote intelektuale apo vendi punës etj etj. Sepse ky është standardi ku ne duam të vemi. Është minimumi bazik i demokracisë. Pavarësisht se neve na duket si gjë shumë e madhe, kjo është minimumi bazik.
Po filloj t'i adresoj disa nga këta. Është pak vështirë kur adreson kështu argumente që nuk janë shumë logjike ose të bazuara në realitet, po përpiqem. Atëherë e para kjo, ata nuk kanë skin in the game. Kjo është subjektive, se kush ka skin in the game e determinon vetë personi. Nëse ti e merr iniciativën për me votu, për me dërgu votën me postë që kushton goxha, sidomos nëse e dërgon me postë të shpejtë, je ti ai që e vendos sa interes ke për kjo gjë dhe nuk mund të ta determinoj një shqiptar që jeton në Shqipëri. Kjo e para. E dyta, kjo ideja që ti nuk pagun taksa. Në radhë parë nuk është e vërtetë, çdo lek që futet në Shqipëri taksohet në një mënyrë ose një tjetër. Remitancat taksohen, investimet taksohen, pushimet që ju bani këtu taksohen, nëse dona me e marr në këtë nivel argumentimi. Po e dyta është pastaj kjo është një lloj, ky lloj perceptimi që voton ai që taksohet e redukton qytetarin në dikë që pagun taksa, ndërkohë që koncepti i qytetarit është më i gjanë se kaq. Ai është një individ i kolektivit, i publikes që don të jetë pjesë e kësaj gjëje përbashkët, këtij shteti që dona me ndërtu edhe që funksionon, që pastaj do funksionoj për të gjithë ose jo. Edhe një pjesë tjetër, më thënë nga një chat, është nuk kam një informacion të saktë. Jo domosdoshmërisht, imigrantët kanë një informacion të saktë se çfarë po ndodh me të vërtetë. Edhe unë këtu dua të jap një farë të drejtë, se unë e kuptoj se si e ka. E ka fjalën për faktin se janë një pjesë e vogël, nuk janë pjesa e madhe, as nuk janë shumica. Janë shumë larg shumicës, por është një pjesë e vogël. Le të themi janë këto Heidi Liza në botën e çuditërave që kthehen bëjnë pushime në Shqipëri dhe mendojnë që për shkak sa bukur është bërë kjo rruga. Ajo rruga që nuk kalonte të ta zgomari është bërë tash, e kupton? Ajo pavarësisht se është vjedhur 4 fishi asaj, domethënë dhe nga 3 kursi ka dalë 1/2, kjo nuk ka rëndësi fare, rëndësi ka që është bërë. E ka lloj personazh pasiv, domethënë që le të themi jo për fajin e tyre, por për fajin e një ignorancë, të një pashkollimi, edhe thjesht një deprivimi, kur gjithë kohës u të është mohuar diçka, e kupton? Kur ta vën shkelmin në fyt gjatë gjithë jetës, nëse e lëshon pak të marrësh ajër të duket sikur të ka bekuar Zoti, domethënë. Nuk e humbet fillin, pastaj e haron se çfarë duhet të kishe në të vërtetë dhe çfarë lekësh ke paguar. Por ja vlen fakti për të thënë që këto nuk janë shumica. Kjo nuk janë as pak shumica, bile, janë një pjesë shumë e vogël, por që thjesht i lëpijen politikanëve nëpër komente, edhe njerëzit nuk i vjen mirë kur i shikojnë. Pjesa më e madhe jona, jo vetëm që janë integruar me aq sa mundën në shtetet ku janë, po mundohen gjithë kohës si në bisedat e tyre, si në çdo lloj gjëje që ata të marrin pjesë, që të heqin paraleliza me Shqipërinë, të shohin se çfarë gjëje që funksionon në atë vendet ku ata janë, ta implementojnë në Shqipëri, ose si do të dukej diçka e tillë, nëse do e merrnin, do e bënim në Shqipëri. Të gjithë i ndjekin lajmet, të gjithë i ndjekin madje në shumë herë ndjekin edhe më mirë lajmet se sa ata në Shqipëri. Se nuk ka secili një Instagram account të preferuar dhe një televizion të preferuar, por mundohen gjithë kohës, siç bëjmë edhe në shtetet respektive ku jetojmë, duke u munduar të gjesh edhe burime të dyta, të treta, të katërta, mundësisht larg influencësh, mundësisht larg influencës qeveritare, domethënë ne e bëjmë goxha këtë. Është një lloj pjese le të themi të mendosh që një emigrant është i pa informuar, sidomos ata që janë aktiv. Domethënë sidomos ata që janë aktive dhe që merren me të pjesë të thua që je i pa informuar, ti nuk je këtu, ti nuk e di se çapo heqim ne, është ky lloj viktimizimi që po hajde këtu ti vuaj me mua, prandaj po them. Pastaj mund të thosh të thojmë të votosh. Jo vllai dashur. S'ka mundësi të vi të votojmë aty. Kur unë kam kapacitetin ta kuptoj vuajtjen tënde nga larg, kam mama, kam baba, kam vlla, kam x filan. Flas për ditën me ata. E di shumë mirë se çapo heqin ata. Se duhet të vijë pikërisht mund të jetoj aty, kur mund të ndihmoj. Biles, ndihma mund të jetë deri diku më fort që mund të japësh nga jashtë. Se jo vetëm resurse, po siç e thanë në atë rast, nëse kjo do rikonfirmohet, ti ke një pjesë jashtëzakonisht shumë të madhe, se është margata jonë shumë e madhe, diaspora është shumë e madhe. Edhe është, le të themi, një bekim që do të hyjë një volum votash që është de facto dhe jure vëra si duash i pa kontrollueshëm
Jo Edi Rama atje, jo Sali Berisha, po pas ka ardhur ai nga vari prapë të çohet, nuk ka çaj bën. Nuk ka çaj bën. Ja. Atëherë niveli i informacionit nuk determinohet as pak nga vendi ku jeton, është determinuar vetëm nga vullneti jot për të marrë informacion. Edhe në një pjesë të madhe, njerëzit nga diaspora që e marrin një sy nga Shqipëria dhe i ndjekin ngjarjet këtu, mund të jenë shumë më të informuar se disa njerëz që jetojnë këtu. Fakti që jeton këtu nuk të bën ty një njohës më të mirë të politikave, mund të bëj njohës më të mirë të një realiteti në cilën ti jeton, po jo domosdoshmërisht dhe i politikave. Nëse këtu njerëzit me tamam do ishin kaq të informuar politikisht, situata politike nuk do të ishte kjo që është. Nuk do të votonin këta njerëz që votojnë. Pra nuk e shoh që niveli i informacionit është domosdoshmërisht i lidhur me vendin ku ti jeton. Un kam qenë në shumë shtëpia të shumë emigrantëve jashtë vendit dhe televizorat e tyre janë te stacionet shqiptare. Un vet kam qenë jashtë vendit për shumë vite dhe kam vazhduar kam ndjek situatën politike atje. Largësia fizike jo domosdoshmërisht është edhe largësi mendore për ata që e kanë interesin edhe vullnetin me ndjek situatën atje dhe këto do jenë dhe ato që do votojnë në fund të ditës. Pastaj ajo po ama gjëja më e rëndësishme te diaspora është që ata kanë lirinë e mendimit. Edhe nëse ti ke një grup nga diaspora që nuk është shumë i informuar për situatën këtu, nëse ti ke një lëvizje të mirë politike, një leadership të mirë, këta janë njerëz që mund të binden për të kundërtën, nëse këta mendojnë që gjithçka këtu është lule, dhe nëse ti ja u fakton që nuk është kështu, ata janë elektorat i lëkundshëm. Ata shkojnë pas asaj që e konsiderojnë të vërtet dhe e kanë lirinë me vendos. Kjo, që dhe më thënë edhe diçka tjetër. E harrova. I rikthehemi, s'ka problem, kur kuptohet i rikthehemi përsëri. Shiko, më duket po, edhe kjo u kujtova. Do thënë, çdo kush që ka një eksperiencë të jetumit në një vend demokratik, nuk e shikon Ramën, Berishën ose liderat tonë sot edhe thot ky e din ç'është të bë ose ky është një lider i mirë. Ata dukshëm, domethënë, janë aty në sajt sepse përfaqësojnë disa interesa të forta, po jo domosdoshmërisht interesat e popullit. Dhe çdo njeri i pavarur në mendim e kupton këtë. Duke bashkangjitur kësaj pjese, domethënë, por edhe asaj pjesës së parë që ti the që shiko informimi etj etj, domosdoshmërisht po ti je këtu edhe to. Unë këtë argument nuk e kuptoj fare për pjesën e informimit. Se ta mendoj që janë të informuar e gjithë etj, po unë kam vënë re që një pjesë e madhe e njerëzve që bëjnë, le të themi, material që online si podcast apo etj që diskutojnë për gjëra të tilla, jetojnë në vende të huaja. Domethënë, unë futem ekstra, shpenzoj kohë nga jeta ime, domethënë që futem në për kryetar bashkie çka kanë, kërkoj me orë të tëra, domethënë për postimet e tyre derisa të gjej atë skandalin e radhës që ata normalisht, domethënë nuk e kanë vënë re se janë të pakualifikuar dhe ignorant. Domethënë, kështu që unë e kërkoj informimin, edhe nuk e marr gati, edhe nuk e komentoj Erio Velia se bravo shoqëri që na bëre rrugën, edhe pse na vodhe 4 fishin, e ke parasysh? Kështu që jo vetëm që nuk është e vërtetë që janë të painformuar, nëse e zgjerin të gjë, por e kundërta është e vërtetë. Një pjesë e madhe vetëm për faktin që kanë njohur dhe një standard tjetër mediat, një standard të dytë të tretë. Edhe për faktin që kanë parë se si funksionojnë politikanët në vendet ku janë, nëse janë në vende le të themi relativisht më mirë se sa Shqipëria, e kanë parë se çfarë opsioni krijohet edhe sa mirë jetojnë. E normalisht një njeri i shëndetshëm mendor, domethënë do mendonte që dalë valla se dua dhe unë këtë gjë për Shqipërinë. E ke parasysh? Dhe të tillë njerëz jo vetëm edhe një herë e përforcoj dhe e ritheksoj, jo vetëm që janë të painformuar ose e kanë gabim, por në shumë raste janë edhe të më mirë informuar se sa ata që janë në Shqipëri. Në shumë raste. Absolutisht. Edhe ki parasysh sistemi arsimor i vendeve të perëndimit është patjetër shumë më i fortë se sistemi shqiptar, sidomos në kultivimin e mendimit kritik. Dhe shumë nga studentët që dalin nga aty kanë aftësi
të mira kritike. Ora minimumi nuk kanë frikë, e kupton? Minimumi nuk kanë frikë të thonë që ora vëlla, dale se kjo s'm pëlqen. Edhe po ta ke gabim. Shiko, ti jesh kritik, nuk të jep gjithmonë të drejtën që të kesh, le të themi që ti e ke të saktë edhe do ndihmë të gjithë ty as pak. Ama ndihmon çdo lloj debati të ecë përpara. Mendojnë që të ndalemi një moment, të shohim vetëm, të reflektojmë, dale ku jemi. E ke parasysh? Edhe kjo gjë mungon. Mungon, kjo reflektohet kudo, e kupton se mora atë shumë i parë, po ka pasur dhe materiale të tjera nga njerëz të dytë, të tretë që bëjnë denoncime, gjëra eksakte, gjëra bazike, gjëra në jetë. Ora inxhinieri Duleviçi nxjerr kabina elektrike të hapura, që janë kabllot jashtë, që të vej fëmia larg, qofti madh i Zot, iku, mbaroi fëmia. Aty edhe hajde, që nuk i mbyll njeri. Prapi thon, njerëzit komentojnë, po pse je negativ ti, shikon gjithë të këqijat. Por zotëri është kabinë elektrike e hapur, mund të vdesë çdo njeri që mund të futet atje. Domethënë, këta janë të informuarit që janë brenda shpejt. Kjo pjesa e informuar, kjo pjesa thotë që jo, po jo se ju nuk dini se çfarë ndodh. Ti ke rastin e Kosovës, kishe partitë klienteliste, PDK, LDK, AK, nga një anë dhe një parti idealiste si vetëvendosja të bazuar në ide, program, edhe vullnetin e popullit dhe në zgjedhjet e brendshme ajo dilte gjithmonë shumë dobë në krahasim me votën e diasporës. Domethënë diaspora gjithmonë e ka kthyr rezultatin në Kosovë. Po kjo është frika më e madhe e këtyre qenëve që kemi në krye, domethënë se e din shumë mirë se sa e madhe është, e dim shumë mirë se sa njerëz ata i kanë, le të themi, shtyr, i kanë zbrazur vet. E din shumë mirë ata. Ata janë arsyeja kryesore domethënë pse njerëzit kanë ikur. Ata në të vërtetë, pavarësisht se nuk i publikojnë dhe le të themi, i thonë nuk kemi shifrat sakta, e din shumë mirë se sa shqiptarë janë larguar. Bile me shumë mundësi e din dhe shumë mirë drejt ku janë larguar. Normalisht është rezultatet e censusit. Pikërisht. Por ata e din vet shumë mirë se çfarë kanë bërë, e din vet se sa skëterë jemi, e ke parasysh. Kështu që është frikë atyre sepse nuk do ishte çudi nëse do ishte një pjesë jashtëzakonisht shumë e madhe jashtë. Pjesë vetëdimtare që do kthente krahun çdo lloj establishmenti politik. Unë jam e bindur që po. Që do i tregonte të gjithë plagët e sistemit, no? Është ajo pjesa e të mos pasurit lëkur në lojë, domethënë edhe e të qenit i pa manipulueshëm, për mendimin tim është ai unikorni që ne kemi. Ai është unaza e artë që ne kemi për atë, sepse në momentin kur ti e di që nuk do pushohesh nga puna, atëherë e ke dhe kurajon ta vësh gishtin e të tregosh kjo gjëja është gabim. Kjo këtu është gabim. Kjo po vidhet, kjo po bëhet. Edhe mund të shkosh edhe të flesh gjumë sepse e di që asnjë njeri nuk ka për ta hequr nënën nga puna, asnjë njeri nuk do ta vizitojë tjetrin apo tjetrin kur të vejë. Nga këto kanë frikë, nga liria juaj. Këtu gjithë i kanë lidhë në një mënyrë ose një tjetër, përmes një pune në administratën publike, përmes një tenderi, ndërsa ju nuk ju ndikojnë dot. Po, prandaj edhe unë i ftoj të gjithë, domethënë që edhe atë që aty nuk duhet të ndihen xheloz që pse ne kemi lirinë dhe ju se keni lirinë as pak. Unë si Bleon Hasani, tani në qoftë se vendos, unë e mbyll këtë podcast, nuk e publikoj asnjëherë, e mbyll dhe podcastin komplet si gjë i vë kyçin dhe vazhdoj jetën time dhe unë jam më se i lumtur. Për sa i përket anës time, unë do krijoj familjen time këtu, i kam të gjitha gjërat etj. Unë nuk kam le të themi përfitim afat gjatë apo afat shkurtër, le të themi të paktën sytë e mi. Nuk kjo gjëja është thjesht dëshira ime sepse kur na ka plasur shpirti valla, dalë valla se nuk kemi ne më të keq se të tjerët, nuk kemi budallënj. Ne kemi parë që gjithë stafi shqiptar i kualifikuar kur del jashtë, arrin valla çan. Shqiptarët në shumë deg janë nga më të kërkuarët, kanë kur ikin jashtë në një sistem që funksionon, në një sistem që i vlerëson, në një sistem që i paguan ato tri. Paguan edhe çajin. Kupton? Edhe mua më vret kjo gjë. Dalë edhe një moment, është vendi im. Unë duhet ta bëj diçka për këtë lloj gjëje. Edhe nëse unë kam lirinë ta bëj këtë gjë dhe dikush tjetër nuk e ka lirinë, ti që nuk e ke lirinë dhe që po e dëgjon këtë podcast, nuk duhet të jesh xheloz se unë kam lirinë, po thjesht duhet të mbështesesh, duhet ta shpërndash, duhet të flasësh me dikë tjetër. Zotëri,
Që ta kesh dhe ti nesër pas nesër, se për ty është, unë e kam gja, unë s'kam sa ti e me i lirë se sa kaq. Ti ke për të marrë lirin tënde. Ti ke për të fituar diçka. Kështu që, nuk e di çfarë të them, mbase është një çik harsh, mbase është një çik agresive, po që siç po e thosh edhe vetë përpara Blan, kjo ka qenë edhe eksperjenca ime që me pjesën më të madhe të njerëzve që flas, sidomos në moshë të re, që nuk kanë kriju akoma familje, i majnë gjithmonë syt nga Shqipëria dhe do doshin që të ktheheshin. Dhe arsye që nuk kthehen dot është sepse nuk kanë një shtet që funksionon, nuk kanë e pastaj kjo vjen me gjitha pasojat e veta, mungesë shërbimesh, mungesë demokracie, mungesë shtetit ligjor, edhe ju më shumë se askush e dini rëndësinë e të pasurit një vend që funksionon, që mos më ju dash me marr atë rrugën për në ato vende ku shkoni, që nuk është e lehtë. Edhe për shumë kënd gjithmonë ata jetojnë aty, po nuk ndjejnë kur që ju përkasin aty në vendeve plotësisht. Edhe pse nuk jetojmë fare, jetojmë në 2 vende gjatë gjithë kohës, të nuk e ka arritur të kuptojnë njerëzit. Ne jetojmë zakonisht në 2 vende dhe në asnjë vend në të njëjtën kohë. Ky është problemi. Se jeton fizikisht edhe çdo gjë të krijon jetën këtu. Edhe me mendje akoma në Shqipëri, se maman e ke në Shqipëri, baban e ke në Shqipëri, të vllai e ke në Shqipëri, nipin e ke në Shqipëri, edhe i gjithë fisi është në Shqipëri. Edhe ti nuk e ke luksin. Akoma ti vizitosh sa herë të duash, sepse ashtu janë gjërat. Nuk e ke luksin që edhe ata të jetojnë në një vend të mirë për veten e tyre. I ndodh diçka siç ndodh në Shqipëri që duhet i vesh nga mbrapa, një person i tretë duhet i vë nga mbrapa larg qof një problem le të themi mjekësor etj, sepse ndryshe nuk bëhet. Nuk e ka luksin se tu ku është i pavarur, çdo lloj gjëje që larg qoftë ndodhe, në mënyrë të pavarur mund të zgjidhesh çdo gjë. Ne jetojmë në 2 vende dhe në asnjë vend në të njëjtën kohë. Edhe këtë njerëzit nuk e besojnë, mendojnë që po e keni interesi ose janë ande duke s'keni çfarë bëni me të pjesë. Jo. Kur ikën e kupton, domethënë të gjitha ato pjesën abstrakte e atë dheut, e komunitetit, të gjuhës, të kulturës etj, të gjitha ato gjëra që kur jenë në Shqipëri të duken që përditshmëria është kjo gjëja që është këtu xha edhe kështu do jetë gjithmonë. Jo plak. Është një nivel tjetër. Domethënë kur edhe madje do ju ftoja gjithëve të shohin thjesht mbledhje të shqiptarëve, jashtë të shohin mbledhje burra me 50-60 vjeç që përloten, edhe pastaj thjesht rrife një herë meni që mirë valla. Ata që nga aq mirë, se ky është Gjermani, ti je në Gjermani, pse vret mendin, ti e ke jetë fush me lule. Pse nuk je i gëzuar ti? Pse akoma vërtet? Pse akoma përlotesh? E pra, miku im, përlotet se s'planon vetëm për Gjermaninë. Gjermaninë e ka bër filani. Përloten për ata që s'është bër akoma. Se u bën kaq vite. U bën kaq vite me do bëjmë me fëmijë, do bëjmë fëmijët tanë me fëmijë deri diku. Kur? Sa do presin? Edhe sa breza duhet të digjen, edhe sa ëndra duhet të vriten. E kupton? Edhe sa njerëz duhet të ikin. Kjo është diaspora, ky është shpirti i diasporës. I ka shumë e duan Shqipërinë. Është shumë logjike. Nuk po kërkojmë asnjë gjë. Unë nuk dua asnjë 5000 lekësh. Asnjë 100 lekësh, asnjë gjë. Nuk dua asnjë gjë. Është mirë që u more me këto argumente se duhet me i kundërshtuar edhe këto, por në fund të ditës nuk duhet të logjikojmë mbi drejtat. Është siç thot Konstituta amerikane, e drejtë e patjetërsueshme, e pamohueshme. Çdo shtetas shqiptar duhet ta ketë mundësinë me votu nga kudo që është. Kaq e thjeshtë. Kaq e thjeshtë. Edhe unë e respektoj edhe dua shtetin tim mjaftueshëm, pavarësisht me metat që ka, që të paktën ai shumë sa t'ja respektoj kushtetutën, edhe nëse është drejta ime kushtetuese për të votuar, dhe unë do mundohem me të gjitha fuqitë e mia, sa kam unë kapacitet edhe mundësi, që kushtetuta të respektohet në të gjithë fuqinë e vet dhe në këtë rast në votën e diasporës. Hajde, të gjithë së bashku të hedhim ato letra te kutia edhe të shpresojmë që arrim një vullnet deri diku dhe do sjellim diçka ndryshe. Nuk e di Arila nëse lajm gjë tjetër pa thënë, po që ose u bëra çik emocional tash nga fundi, po që kjo është ajo që na shtyn, shpirtin na shtyn emocionalja.
një tjetër gjë që po më kujtoja është ky argumenti i tyre që këta do votojnë në Ramën se shohin Top Channelin edhe ju duket gjithçka mirë. Tash nëse do ecim me këtë ide, do na duhet me ja u mohu drejtën e votës shumë kujt, po nuk ja u mohojmë dot. Fillimisht ja u japim, pastaj punojmë me atë që kemi. Kështu që s'është nuk është as pak e arsyeshme me i kërku me ja mohu votën dikujt për arsye të bindjeve që do ketë, që ne mendojmë se do kenë. Është si ajo pjesa që po diskutonim në filles, domethënë që po thoshi për pjesën e protestës që mendojnë që ata të tjerë do dalin edhe nuk dalin. Edhe kjo është njëta gjë, që mendojnë që ata do votojnë edhe hajde mos t'ia japin. Kjo është, mos u bëni diktator të dashur miq. Diktatorizmi dëmton rëndshëndetin, komunizmi dëmton rëndshëndetin. Si mund të jesh ti një bashkëdhetar të thuash jo, po nuk duhet të votojnë ata? Çfarë të drejtë? Kush cili paragraf të drejtë të thuash jo, po nuk duhet të votojnë ata? Se ata nuk janë shqiptar te kjo pjesa e tokës, janë shqiptar andej, ata Jo se ty nuk të intereson mjaftueshëm. E themon se sa të intereson ty, kupton? Po, domethënë shqyr që të kam ty që të më thosh mua se sa më intereson mua Shqipëria, domethënë se unë nuk e di shqyr, shqyr o zot. Që kemi, shqyr o zot që kemi hallet e të tjerëve, sepse të merrem me hallet e tua, e kupton, disa çudi e madhe. Nuk e di. Unë mendoj se diskutuam me shumë gjëra. Unë do bëj një thirrje, Arila, pastaj ke fjalën mbyllëse. Çdo lloj media sociale ju lus të gjithëve të bëheni pjesë e hashtagut që Arila ka idejuar dhe ne kemi ndjekur të dua të votoj 2025 në çfarë do lloj forme të ndryshme. Jeni kreativ, jeni të mirë, jeni të bukur. Unë besoj 100% të juve që do ta gjeni një mënyrë për na mbështetur për këtë. Kreativiteti juaj në shumë raste në media sociale na ka surprizuar, na ka kënaqur, kemi qeshur, kemi qarë, jemi prekur, të gjitha gjërat e tjera, kështu që jam i bindur që edhe për diçka kaq sublime ne mund të arrijmë të bëjmë gjëra nga më të bukura, duke filluar tek ato që janë të prekshme emocionalisht. Mund të jenë fani, mund të jenë diçka që mund të me një farë nuance humori, mund ta bëjë gjën trend, mund të fotot që përmendëm përpara, siç fotoja që kanë nxjerrë unë është një shembull për shembull tek Buçi Podcast, por tek grupi, tek faqja e Lolitës mund të gjeni gjëra të tilla, mund të nisni me një frymëzim aty, thjesht i jepini kërkojeni hashtagun në këto search bars, si në Instagram, si në TikTok, si në Facebook, shifini çfarë njerëz kanë bërë, merrni një frymëzim edhe mendoni gjërat e tjera, nëse keni ide, thjesht bëje plak. Thjesht bëje, nuk po të shikon njëri me imtësi. Thjesht bëje diçka, edhe mbas ajo gjë që bën ti është gjëja e radhës që do bëhet shumë e madhe. Edhe shpresojmë që të arrijmë një farë lloj presioni dhe të qullosim në një gjë kësaj radhe. Kaq kisha. Mendoj që është shumë e mirë për fjalë përmbyllëse. Do thosha vetëm që kemi 3 deri në 4 muaj për me shty përpara këtë, me u njoh me njëri tjetrin, me postu, me u organizu, edhe pastaj kjo mund të kaloj edhe në diçka tjetër. Ka disa grupime që po përpiqen për këtë, duhet të mblidhemi e të shohim se ç'a mund të bëjmë. Spektakolare. Media sociale të Arilës ju do i gjeni në description, si gjithmonë, edhe deri herën tjetër. Bëni hashtagun Shqipëria nuk ecën dot në qoftë se ne nuk bashkohemi bashkë. Është kaq e thjeshtë. Është kaq e thjeshtë. Është i njëjti vend, si dje, si sot, si nesër. Kupton? Nuk ndryshohet asnjë gjë. Jemi ne. Kështu që qoftë se do duam, si për Shqipërinë, si për veten tonë, si për nënën, si për babën, si për djalin, si për vajzën, si për gjyshin, si për nipin që do vinë nesër pas nesër, thjesht le ta fillojmë me #dua të votoj 2025, edhe një nga një, hap pas hapi, hapa të vegjël dhe të sigurt. Ajo është e sigurt që nëse i beson edhe procesit, nëse i bën gjërat ashtu siç duhet, diçka do ndodhi. Suksesi është i garantuar nëse gjithë secili e ndjen pjesë të kësaj lëvizje veten e vet, edhe bën diçka. Shi rrushin e piqet, edhe së bashku e marrim përpara çdo lloj llumi që ka ngelur, domethënë, edhe e shplajm komplet sistemin nga të gjitha kllirat e mundshme. Kështu. Faleminderit shumë Blan. Faleminderit ty Arilda, edhe po miq të dashur, nuk do bëj reklam fare kësaj radhe, thjesht me mend në kokë. #dua të votoj 2025, edhe bashkë miru dëgjofshim, miru pafshim
në episodin e radhës. Mirupafshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast.